pak emocione. Gati për betejë. Alessio, incrociamo le dita. Po fati im sot? Shpres besoj. Jeni gati për pak zhurmë sante? Besoj që po duken emocionet për sot. Emocionet pak përshkrueshme. Sonte nuk do luaj veç me Florenta, po do të luaj me gjithë zemrën. I ftojmë të gjithëve në një fluturim në ajër. Gati? Si gjithmonë. Po ju? Mirëmbrëma të gjithëve! Mirëmbrëma të gjithëve! O sa bukur të jesh çdo të hënë përballë një publiku të zjarrt siç është publiku në sallë. Faleminderit që jeni çdo të hënë me ne edhe sonte. Jeni dëshmitarët e parë. Ata që e shohin emocionin direkt nga skena, mbi gjitha faleminderit ju që jeni përpara ekranit të Vision Plus, si dhe ju që po na ndiqni live streaming në kanalin zyrtar të Albania's Got Talent në YouTube. Edhe ju jeni aq të rëndësishëm sepse së bashku jemi një komunitet i madh i cili jo vetëm shijon një spektakël, një patent, një formulë kaq të suksesshme globale edhe në Shqipëri, tashmë në edicionin e dytë, por mbi të gjitha jemi dëshmitar dhe shijojmë së bashku talentet, shijojmë emocionet edhe shijojmë gjithçka që është e përgatitur me dashuri, që vjen nga i madh, i vogël dhe mbi gjitha në tryezën familjare na bën gjithë bashk për të kujtuar edhe një herë se sa shumë talente kemi dhe se sa shumë kemi mundësinë edhe sot ku na duket ndonjëherë sikur është e vështirë të bësh art edhe televizion të mirë, kjo gjë është e mundur fal talenteve, po edhe fal mbështetjes si na vjen për shkak se çdo të hënë na keni shoqëruar në këtë rrugtim. Më duhet të them në këtë rrugtim që ecën shpejt. Ju e dini që në jetë gjërat e bukura duket sikur mbarojnë shpejt, më duket vetëm dje sikur sa kemi filluar me fazën e audicioneve, kemi mbritur në gjysmë finalen e parë të Albania's Got Talent në këtë edicion të dytë, dhe nga kjo gjysmë finale, miq, jo vetëm emocion, jo vetëm performanca, jo vetëm konkurrentë dhe konkurrenta apo grupe të talentuar, por mbi gjitha i bashkohemi festës dhe atmosferës magjike të festave në këtë dhjetor, sepse është një koincidencë e bukur, 4 të hënat e dhjetorit, këto 4 javë që do të qëndrojmë së bashku, përkojnë edhe me 4 gjysmë finalet e këtij edicioni të dytë, na bëhet shumë qefi që përveç atmosferës së bukur të artit, do të mundemi të shijojmë edhe pak nga magjia e festave. Dhe ju e dini që për dikë festat mund sjellin ndonjë mrekulli të vogël, sepse ju e dini që nga gjysmë finalet përcaktohen, sepse kështu e do patenta dhe formula, përcaktohen finalistët e këtij edicioni, që e thot janë 4 gjysmë finale, janë 10 konkurrent me 10 performanca të jashtëzakonshme në çdo gjysmë finale. Juria jon e dashur me cilën unë kam fatin dhe kënaqësinë ta përjetoj këtë eksperiencë ka një detyrë shumë të vështirë, sepse më në fund, përveç atyre pove dhe jove, do të vendosi edhe kush janë finalistët e këtij edicioni të dytë. Nga çdo gjysmë finale do të përcaktojmë 2 fitues. Shpejt e shpejt që edhe ju t'ja keni iden, për këdo që nuk mban mend edhe nga edicioni i kaluar, në çdo gjysmë finale performojnë 10 konkurrentë ndarë në 2 grupe me nga 5. Nga secili grup prej 5 konkurrentësh do të përzidhen 2 nga juria dhe më pas të 4 e çdo nate do të përballen me një vendim që do të merret këtu live në këtë sken dhe do të përçohet tek publiku 2 nga 2 konkurrentët që do të prekin finalen, mos harrojmë së bashku me ata që e kanë marrë Golden Buzzerin në fazën e audicioneve. Kjo ishte sa për t'ju shpjeguar se si funksionon. Patenta t'ishte për ne, miq, dhe më besoni e them me sinqeritet, t'ishte për ne, për gjithë produksionin, nuk do kishte të eliminuar dhe skualifikuar nga gjysmë finalja. Sepse këto gjysmë finale, siç do shihni edhe ju vetë, janë të ideuara edhe janë të përgatitura për të ardhur tek publiku që na ndjek, tamam si finale të denja dhe do më jepni të drejtë sapo të çel zyrtarisht si pari i kësaj gjysmë finaleje. Fola pak gjatë
sepse 2-3 saktësime të vogla duheshin bërë, tani është momenti për t'i dhënë një mirëmbrëma shumë të ngrohtë 4 magjikëve. Unë e them gjithmonë, ose jeni shumë të mirë realisht, ose unë jam afeksionuar, ose jam unë i mirë që ju dua shumë, nuk e di. Se kam zgjedhur dhe zgjidhur, ja ti marr syzet, nëse më lejon pak edhe. Ja, çdo gjë është me provë dhe live. Momenti së vërtetës. Jo, more, jo. Unë s'jam gjë fare, ju jeni yje. Bravo. Doni, do mi falesh mua dhe në finale këto? Jo, pa dashur në zore që unë shiko kam keq. Juria fantastike Albanese Got Talent, Agron Lagaj. Adelina Ismaili. Elsa Lila. Dhe më duket ka gjasat Castro Ziza. Unë mendoj që shpesher duhet dramatizuar për shkak se jo vetëm konkurrentët që janë backstage me zipresin ta çelin si parin e kësaj gjysmë finale të parë kanë emocione, po mbi gjitha edhe gjithë prindrit, familjarët, miq, shokët, u rezemra fort sepse bëjnë tifo sonte. Sido që të shkojë do të jetë një sukses, sido që të shkojë, e rëndësishme është të përçojmë emocion të mirë dhe e rëndësishme është të bëjmë një figurë të mirë se do dalim në qytet, nesër pas ne do shkojmë në shkollë. Miq, e qel zyrtarisht, dua një kështu rullo di tamburi, pak tambure. Le të filloj festa, nis gjysmë finale e parë. Forcë vikinga. Finesse balerina. Kombinimi rrezikshëm. Skena është fusha jonë e betejës. Sonte nuk kërcejmë. Sonte pushtojmë Albanians Got Talent. Ato janë një grup vajza shumë energjike. Dhe në këtë natë, gjysmë finale, ato i kanë shtuar forcat e tyre. Kanë premtuar se do të bëjnë histori. Histori të shkuar apo të ardhmen, do thonë ju. Me që emri i tyre flet për të ardhmen, le ta shijojmë një histori për të ardhmen. Future Steps! In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. Out on distant shores, making echoes in time, we'll be here forever, we never die. Wants to be king! Raise the sails tonight.
walk alone. No pack, no chain. I don't beg, I don't bow, I don't break. Cross me once, and you'll never rise again. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! To victory! Sons of the forgotten carry Bravo vajza! Na falni për emocionet dhe për zërin. Herën e kalume nuk patë mundësi të prezentosh. Ne jemi nga Elbasani, jemi Future Steps Academy. Performanca ishte kjo, shpresoj të jeni kënaqur. Falenderoj publikun dhe patjetër ju. Dhe falenderojmë dhe të gjithë ata që na mbështetën që ne erdhëm këtu sot. Ishit thjesht fantastike. Na sollët forcën e vikingëve, energjinë e vikingëve, emocionin e fisëve nordike, me këto veshje të mrekullueshme, një bravo e madhe. Unë nuk kënaqa shumë me ju. Shumë faleminderit. Bravo. Në një moment, me sa kuptova nga gjitha ajo mizaskenat që ju dhatë, më duke si një rilindje gjithë njerëzimit me pamjet dispotike gati, apo post-apokaliptike, dhe ku në copzat e kujtesës së gjithë traditës njerëzore ju e sollët në një njerëzim të ri. Them me copzat e kujtesës, sepse dhe ju në memorien e Albania's Got Talent do të kujtojeni gjatë. Shumë mirë. Shumë faleminderit. Ishit të mahnitshme, shumë të koordinura me zveti, kishit shumë... Më pëlqeu se si i keni ndërthurur disa pjesë të performansës njërën me tjetrën, mos flasim që për tematikën nordikët që jam një adhuruese e madhe asaj kulture dhe e keni sjellë me shumë besnikëri, duke fillu nga detajet më të vogla deri tek vallëzimi që ishte për mua një perfekcion. Ju lumë. Shumë faleminderit. Vajza, magjia juaj nuk do ishte kaq e bukur, ndërthoj, në qoftë se nuk do kishit këtë kostumografi, edhe këtë... Në qoftë se Elsa tha ishit nordike, se jo, ju mund t'i quaj i lirët tanë, pelazgët tanë. Nuk kanë që ndryshe, paka shumë aty. E ndriquat skenën da gjithë energji, por mbi të gjitha, ajo që vlerësoj. Bravo për shpirtin që dhuruat në këtë performansë. Bravo! Shumë faleminderit. Kalofshi mirë, faleminderit. Bravo, kujt i ka humbur kjo? Ty? Peleshove vetë, besoj. E për shumë bukur, hajde pak ti. Si e ke emri ti? Rajna, më i vojë, tamam një Rajna, tamam një mbretreshe. Të kënaqur nga performansa? Se është gjysmë finale, është gjë e madhe. E me emocionet i shkarkuat pak? Bravo. Tani,
3-2-1 do themi fitore? 3-2-1. Fitore! I'm a fireball. Ciao a tutti, siamo alla semifinale dell'Albania's Got Talent e questa sera con me c'è anche Alessio perché nella semifinale comunque ci vuole un supporto, le cose si fanno un po' più complicate e quindi ho portato Alessio di sostegno. Sei pronto a stupire i giudici, Clorinda? Tantissimo, ecco. Impegnati anche tu. Assolutamente. Clorinda, ci ho visto in audizione che hai fatto divertire i giudici con i tuoi lavori. Sei pronta stasera a fare ancora di più? Li facciamo ballare. No, tu li fai ballare perché tu Insieme sei li facciamo ballare. E non ho avvisato molte persone di questa cosa, solo gli amici più stretti perché penso che non dà buona fortuna. E io invece spero stasera ne avremo tanta di fortuna, speriamo. Vai, Chloe. Pasi ajo përfundoi audicionin, u gjinda para dilemave të mëdha dhe gjumi nuk po më zinte se çfarë do të bënte ajo në numrin tjetër. E mbani mend mua dhe Goni që bënin hula hoop? Besoj se po. Po atë, e mbani mend cilën do thoni ju? Clorinda Varrikjon, sonte në skenën e Got Talent. Do të mundsoj heqjen e dilemës sime. Lorinda, mirë se vjen sërish. Shumë bukur na surprizove në fakt edhe këtë radhë. Realizove disa numra të shumë të vështirë, shkëlqeve, shumë bukur. Bravo, Lorinda. Me mbrëma Klorinda, në rast të parë komplimenta dhe urime për performancën tënde. Unë kam shumë pasion në Lula Hopin, dhe vajza ime, e cila është shumë e aftë me Lula Hop, por deri tek një rreth. Dërsa ti sonte e tunde belin me disa rrath, me 10 rrath, dhe kjo është një gjë shumë e vështirë. Sepse unë e praktikoj Lula Hopin në shtëpi, më pëlqen për belin, për ta mbajtur belin të hollë. Mirë, po nuk jam aq e aftë, do me thonë për natyrisht je një profesioniste.
Dhe më surprizove shumë me atë që bëre në ajër. Kur ti shkon lart me atë litarin dhe vazhdon të mbash në rrotullim lulaopin. Bravo, u kënaqëm dhe u argëtuam shumë me ty. Florinda, magjia jote sa erdhi e u bë edhe më e bukur që nga hera e kaluar. Gjitha ta hula hop aty, na ndalove frymen, kur unë gjitë e lartë me hula hop. Ishte shumë e bukur, fantastike. Bravo, bravo. Divinderi, grazie. Duam jetën Dajnalini Të jetoj. Po mik më fal, o juri më falni 4 po që të vazhdojmë garën e Albinës Got Talent. Shumë të mira kaloni për mua sot. Po. Adelina tha gjatë fazës së audicioneve që flini mirë në notat e larta. Kam përshtypjen që në notat të larta fleni më mirë. Në përgjithësi flini gjumë që pas suksesit të audicioneve? Në Elbasan për shumë çfarë ju thonë në qytet? Po tani normalisht janë këto, sukses dëm bravo, suksese. Në të shikimet që ju shoqërojnë? Po, janë këto. Nga gjithë nga shkolla, nga shoqëria, suporti nga qyteti. Okej, a jeni ju adoleshentet më të famshme të momentit në qytetin tuaj? Po, është e diskutueshme, po anon nga poja. Shumë bukur. Anon pak nga poja, besoj. Në rregull. Bëjmë pak prova përpara se ju të shkoni në skenë dhe ta shndrisni skenën siç keni bërë në fazën e audicioneve. Elu, lelu, elu, lelu, elu, lelu, le maca, maca. E unë për ty, e unë për ty, e unë për ty, e unë për ty, më djallë plasa. Perfekcion. Mos e prishni tani, skena për ju, suksese vajza. Shumë faleminderit. Was a little girl, I had a rag doll, the only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And it gets stronger in every way, it gets deeper, let me say. Wow! Po ishit fantastike, vajza. Super fantastike. Kjo është një nga këngët e mia të preferuara. Që kam kënduar dhe unë kur isha më e vogël se ju, ndoshta 14-15 vjeçe, në konkurset e para që bëja. Edhe e sillja shpesh këtë këngë. Më pëlqen shumë
Dhe u argëtova shumë me versionin që ju sollët, sepse e keni një mënyrë natyrale të harmonizuarit. Me thonë, duket sikur ju keni lindur duke harmonizuar njëra tjetrën, që kur keni lindur. Shumë faleminderit. Dhe kjo do të thot një vesh i përkryer, një vesh shumë i mirë. Përpos se keni dy zëra shumë të bukur, përpos se jeni të freskëta, të bukura të dyja, sonte të veshura edhe shumë bukur, dhe na sollët emocion, energji dhe një këngë që unë e dua shumë. Bravo! Shumë faleminderit. Nuk mund të mos e përmendim se sa të bukura jeni bërë Shumë të sonte. bukura. Shumë të bukura. Shumë faleminderit. Shumë. Është vërtet. Edhe gocat tona natyrisht, shumë bukur janë bërë. E pastaj që na ma gjepsët të gjithve me zërat e juaj të bukur, që dakordoheshin aq bukur. Wow, thua se keni një jetë bashkë. Bravo. Shumë faleminderit. Fantastike. Në këto ditë është shumë vështirë të bindësh dy shqiptarë që të bëjnë të njëjtën gjë, ose një gjë. Kështu që këtu fillon suksesi juaj, se mendoj që gjitha kjo ka lindur si pasojë një misie të mirë që keni për njëra tjetrën dhe pastaj ju ka bashkuar pasioni. Pasioni ju mbaftë gjallë gjithë jetën me të njëjtën gjallëri që na sollët sonte. Shumë faleminderit. Natyrshëm unë nuk mund t'i shkputem vlerësimit shumë të mirë që kam për ju. Problemi gjithë është që unë kam një status tjetër, jam një mosh tjetër, dhe në gjithë të tingëllimën e këtij globalizmit, në përgjithësi tendenca për të kënduar në gjuhë tuaj anglisht apo greqisht apo frëngjisht e tjera, nuk është gjë e keqe, është gjë shumë e bukur, por në qoftë se unë do arria të ndërtoja një dyshe, siç jeni ju, me një harmonizim zëra ashtu siç keni, natyrisht ka shumë këngë të bukura të muzikës shqiptare që nuk e di pse prisa sot të na këndonit sërish shqip, kemi këngët e motrave Liboova, dy shoqe ne duhemi si motra, një dashuri e tjera. Pa secili sjell një individualitet të vetin. Dhe unë duke e përdosur gjuhën shqipe me fjalë të huaja, e gjysma duke u larguar fare nga Shqipëria, e muzikën duke e kënduar në anglisht, e të tjera si këto them ball, çfarë do ngelet shqiptare? Po ju ishit për bravo sot, po unë në këtë rast duke folur për ju përsolla një mesazh ndryshe. Ke shumë të drejtë Goni, por unë mendoj se muzika është një gjuhë universale dhe ka pak rëndësi nga një herë. Është ashtu është, siç thua ti, nuk të kundërshtoj, po unë përdora një shprehje pak më parë. Të ruash individualitetin dhe integritetin tënd kombëtar, jemi një popull i vogël lehtësisht i asimilueshëm. Absolutisht. Është muzika është globale dhe unë e thash, mund të këndohet frëngjisht, por unë jam që në një skenë tonën, Albania's Got Talent, të sillen materiale shqip, ke shumë të drejtë. Në këtë rast, sidomos, kur ka një harmoni zërash, ka këngë shumë të bukura që do na vinin në një rifinitur ndryshe. Shumë e vërtet. Jo se unë kam kundërshtim për gjuhët e tjera. Kemi gjuhën tonë. Vajza, bravo. Bravo. Shumë faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit. Çfarë energjie mirë. Juria si ndjeni? Mirë? Super mirë. Atmosferë feste. Tamam atmosferë feste, festa duan energji, gjysmë finale duan energji, po mbi të gjitha duhet ajo energjia e shqiponjës. Dhe në këtë moment, Golden Eagle vjen një falëndrim i madh për ty që mbështet këtë edicion të dytë që prej ditës së parë, edhe në këtë gjysmë finale të parë të Albania's Got Talent. Duhet mbështetje për të bërë gjëra të bukura, duhet dhe pak publicitet për të marrë veten, për të marrë dhe 2-3 mesazhe të rëndësishme dhe rikthehemi në skenën e Albania's Got Talent në Vision Plus, mos u largoni. Michael Jordan, Michael Schumacher, Mike Tyson, ka shumë Michael Jackson, që është e kemi edhe të fushës të muzikës, shumë emra, shumë kampionë Michael. Jeti një kampion bateri, Michael? Se di, do na thojnë jurat. I lëm modestit i lëm në skenë. E keti ndërmend në plan që të bëhesh një kampion, bëhesh shumë i famshëm, një personazh, një baterist?
Ua, që energjie, bravo, bravo! Je lindur për të qenë një instrumentist i madh. Nëse kjo gjë ndodh, do përfaqësosh Shqipërinë apo Itali? Pyetje e vështirë, po e drejtë për drejtë. Shqipëria. Besoj Shqipërinë. Beson Shqipërinë. Ç'a ndodh me komshinët? Nëse ata bezdisen nga zhurma që ti bën, si e keni zgjidhur me lek? Si e keni? Ja, e kena një studio ke shtëpia. Me thënë nuk dëgjohet zhurma nga ato. Është soundproof. Po. Më i egri nga Juria. Kush të duket? Esa. Esa, nëse e ke frikën, no? Edhe pak italisht, edhe pak shqip, do gjeni gjuhën e përbashkët. Po, mirë. Shumë suksese, tani çfarë do interpretosh? Me çfarë do shkundër skenën? Do luaj Caravan, edhe është nga filmi Whiplash. Mundohu mos t'i thyesh të gjitha ato pjesët e baterisë, mos t'i prishesh, në rregull? Mirë. Suksese. Faleminderit.
Bravo, Michael! Bravo, Michael! Bravo! Michael! Solle diçka që mendoja se vetëm në film mund të realizohej. Faleminderit. Solle për disa minuta diçka që është gjiruar atje me ditë të tëra, ndoshta muaj. Të lumt, të lumt. Faleminderit. Michael, unë kam një propozim për ty. Nga që vitin tjetër dua të mbaj një koncert shumë të madh në Tiranë, edhe kam nevojë për një super baterist. A do vije ti të luaje në koncertin tim me mua? Po patjetër. Faleminderit shumë. Bravo. Michael vetëm Jackson nuk je. Edhe Jackson mund të jenë. Bravo! Komplet. Bravo. Michael, unë ka nja 3 vjetë paktën që nuk i humë netët e festivalit jazzit në New York dhe mezi po pres këtë të 2026-ës. Mezi po e pres që sa më shpejt në krye 2-3 viteve të kem dhe ty aty në sfond. Se e meriton të da gjithë. Bravo. Faleminderit. Ja të doli dhe Amerika tani. Bravo. Faleminderit. Dobro večer. Si jemi? Kako si? U redu, po vi? Okej, kaq di unë tani. Mirë se vjen një tjetër udhëtim i dytë për në Tiranë nga Slovenia, nga Ljubljana, për gjysmëfinalet e Got Talent. Si ndihesh njerë? Super. Unë s'kam emocione, ama është ka i herë, vjen në moment para se me hyp në skin. Qa këngë do këndosh? Do të këndoj All I Ask by Adele. All I Ask. Dhe çfarë kërkon ti nga Albania's Got Talent? Për mua është veç që e marrë di këtu, edhe nëse nuk shkoj në finale, veç me kalu mirë, sa më mirë. Je e kënaqur me performansën dhe me paraqitjen tënde deri tani? Po. Çfarë noti vë vetes? 7.5. Më pëlqen, tregon që je objektive. Po. Shumë suksese edhe na ma gjeps me këngën tënde me zërin tënd. Skena është vetëm për ty tri. Shumë faleminderit. Give me
faleminderit shumë. Asa bukur, asa bukur, asa bukur. Na dërgove një botë të bukur, shumë të bukur. Shumë faleminderit. Na solle një performancë intime, shumë emocionale, shumë romantike, një atmosferë shumë të bukur, të qetë. Kishim nevojë për zërin tënd sonte. Shumë faleminderit. Ke një, përveç të tjerave, ke një aftësi tënden, që është jo të gjithë e ka madje pak, ata që të bëjnë diferencën, që ditë për cilësh emocionin në kock. Shumë mirë. Shumë faleminderit. A mundesh të më rikthesh pak këngën që ke kënduar në prezantimin tënd? One more shot. Ta këndosh pak. Ta këndosh pak. One more shot. You think that I'm crazy, I know. If you wanna leave me, then go. Blood on my hands, you're already dead. But I'll give you one more shot. Shumë faleminderit. Natyrisht për elementet profesional, teknik, kishte impostime, kalime, ngjyra. Unë do ta quaja që ajo që prezantove sot ishte një këngë më e vështirë se sa kënga që të kërkova, por ka dhe një element tjetër, sepse në qoftë se flasim në një show, natyrisht që balada është e bukur, çfarë të mund të them që na futin edhe me baladën. Natyrisht kishte emocion të bukur, interpretim të bukur, po unë nuk e di pse doja ngjyrë, pra të kishte edhe pak atmosferë ndryshe. Pra ti ishe super korrekt, shumë mirë, fjalët shumë shkojnë me fjalë, unë do doja pak më shumë ngjyrë, pak më shumë melodi, që të rëmbete çik atmosferën. Por që jo se ti mos ma keq kuptosh vlerësimin, bëra dallimin për shembull kënga e parë ka një çik më shumë ngjyrë për mua në raport me baladën që zgjodhe sot. Shumë faleminderit. Më pëlqen shumë entuziazmi që po tregoni, sidomos për emocionet që kanë gjysmë finalistët e parë. Kemi ndjekur 5 performancat e para. Dhe, sikurse ju e dini, formula edhe protokolli, le të themi, ynë e kërkon që në këtë moment, pasi kemi ndjekur gjysmat e performancave për këtë gjysmë finale, është momenti që juria jonë, ashtu me sportivitetin, por me detyrën e vështirë të rëndë dhe solemne për të vendosur se nga këta të 5 që ne dëgjuam edhe shijuam, kush do të jenë 2 konkurentët, apo qoftë edhe grupet që kalojnë këtë fazë, kështu që do doja shumë me ndihmën tuaj. Kjo është mbledhja e parë zyrtare, po themi, për gjysmën finalen, kështu që është moment që mbahet më në gjatë. Ashtu është. Goni? Ashtu është. Me emocion. Të pres ty unë. Me emocion dhe devocion. Patjetër. Më pëlqen që nga edicion në edicion, ky moment bëhet edhe më... Shumë faleminderit. Të lutem, mersi. Kemi në dorë fatët. Kënaqësi e prijet. Është më vështirë. Pas performancave të para, në këtë moment juria do të mblidhe, do të diskutojnë me njëri tjetrin, do të përpiqen të vendosin dhe do dalim me 2 emra nga 5 konkurentët që ne ndoqëm në nisje të kësaj gjysmë finale. Do të marrim vesh më vonë se 2 emrat që do dalin nga kjo pjesë e parë, me cilët do të garojnë nga 2 shja tjetër që do dalin nga 5 performancat që do të na presin të radhës në mbrëmjen e sotme. Kujtojmë se në çdo gjysmë finale do të dalin vetëm 2 finalistë dhe nga 4 gjysmë finale do të kemi 8 gjysmë finalistë, të cilët i bashkohen 4 golden buzzerave që ne kemi shijuar edhe kemi parë të performojnë në këtë skenë në fazën e audicioneve. Janë 4 golden buzzer që secili prej anëtarëve të jurisë ka vendosur që t'i çojë direkt në finale, duke i vlerësuar kështu për nivelin e vështirësisë, por mbi gjitha edhe për shkallën e emocionit të transmetuar tek publiku. Kështu që tani është momenti për ndjekur me vëmendje
Jurin për të mësuar se çfarë kanë për të komentuar mbi 5 performancat e para. Është shumë e vështirë. Unë këtyre dy vajzave kishin harmoni, por nuk e di pse bën një zgjedhje. Ndryshe për mua do ishin... Problemi është që mbeten këtu, Goni. Kaq është. Në këtë që... Kjo... Dhe themi maja e tyre, domethënë rritja, progresioni tyre deri në një lloj e arritën. E arritën edhe ngelen aty. Nuk e dha si që... Pa kaluar në kështu sepse s'dua të fyja s'kënd se cili kontribuoj në mënyrën e vet, por për mua ishte një ripërsëritje. Absolutisht një ripërsëritje dhe gjithashtu... Këto ishin shumë interesante. Progresi ishin ndjeshëm. I jashtëzakonshëm. Po. Këto ishin për mua gjithë ato elementet që vendosin në një paraqitje skenike, në disiplinën e tyre, ta e kishin me grimin, me kostumografin, me harmoninë në kërcime zhë, unë për këta jam. Po, unë jam për këta. Edhe unë jam pozitiv për ata. Unë jam këta me kaluar. Jam edhe unë. Kasro? Pa tjetër. Shkoj. Okej. Atere, si pas si shna kujtojt nga sezoni kaluar. Qas kemi varë aty? Po prito, kjo s'është dhe në Terezi, faktikisht. Ka mund sa kapse më të mira? Po pra, po... Ashtu. Perfekt. Na duhet edhe një... Duhet kuptuar që ne zgjedhim një dyshe, se do zgjedhim edhe dyshen e 5-6 tjetër, e pastaj ka punë që duhet zgjedhim nga 4-2. Ky kishte progres. Ky ishte... Ky kishte progres. Ishte tëllatarshëm. Kjo, për mua, në krahasim me radhën e kaluar, ishte... U kthye prapa. U kthye një hap pas. Parasysh e thjesht se i thash pse zgjodhe këtë motiv, kërkova motivin e vjetër. Ishte që u prezantua. Po. Dha emocion tek e para, tek e dyta, këndoj mirë, por nuk më emocionoi. Kështu që për mua bie, nëse jeni dakord, bie. Dhe e vetmja forcë që kanë është harmonizimi, asnjë forcë tjetër. Po. Për sa më përket mua, genial. Unë jam. 1, 2, jam. Okej. Super. Qoftë për Adelin si ke punët me nderjen? Fantastike. Unë do të fajen shpejt, Juri e dashur. Mirë se na erdhi Isli. Po. Je po aq simpatik sa edhe me syze. Ore, unë do bëj se do bëj, për çështja është me emocionet e këtyre... Jemi gati. Jemi në momentin gati që të dalim edhe... Shkojmë se na presin. Po pa tjetër. Nuk e di me sa zemër dhe me sa kurajo mund të dilni. Shiko, ka një problem të cilin askush nuk do donte të ishte në pozitën tonë dhe këta që janë organizatorët Albania Got Talent. Vinë shumë talente dhe në këtë lumë të madh kuptohet që ai lumi sa vjen dhe ngushtohet ajo gryka e madhe, jo të gjithë do dalin në finale. Se cili bën misionin dhe punëve deri aty ku vjen dhe kur vjen duhet të zgjedhim. Dhe natyrshëm ne nuk kemi asnjë lloj preferencë të themi se shiko se është ky apo është ai. Realisht tentojmë të më të mirët. Pra, më të mirët tek më të mirët marrim më të mirët. Por aq vende janë, aq mundsi. Pra, do ja themi ne aty. Pikërisht pra ta bëra nga që ja themi dhe si emocionin për jetimin. Shkojmë atëre. Shkojmë që t'ja komunikojmë, sepse emocionet janë shumë të mëdha dhe duhet patjetër t'ja uheqim. Teksa ne ndjekim edhe një kolazh për t'i refreskuar memorien aty që na vi grupin e parë. Pastaj vjen Anea, shkojmë në skenë sepse emocionet sa vinë rritën. Steel town girl on a Saturday night, looking for
Jemi rikthyer në skenën Albania's Got Talent, miq të dashur, për çdo që ka humbur fillimin e kësaj nate të parë gjysmë finale. Kemi ndjekur 5 performanca të para dhe të 5 artistët edhe grupet janë trashëtuar me mua tani në skenë. Juria është mbledhur dhe ka vendosur për 2 emrat nga kjo 5 që kalojnë më tej fazën për të konkuruar me një 2 që do dalin nga 5 konkurrentët e tjerë të mëvonshëm të po kësaj nate. Juria ka diskutuar, juria është njohur me performancët e kësaj gjysmë finale të kësaj 5 sheje, edhe ka arritur të përzgjedh me diskutime, me debate, sigurisht me vështirësinë që i takon i gjysmë finaleje dhe një niveli vështirësie dhe emocioni që këta konkurrent kanë dhuruar, me 2 emra cilët do të mund të kalojnë këtë fazë edhe të shpresojnë që do i bashkojnë finales madhe në muajin janar. Ka emocione, pa diskutim kemi arritur jo vetëm të shijojmë çfarë është përgatitur, por kemi arritur edhe të afeksionohemi, sepse tani më konkurrentët në këtë gjysmë finale jemi duke i njohur pak nga pak akoma më shumë, edhe juria afeksionohet sepse i ka ndjekur, i ka kritikuar, i ka mbështetur, i ka dhënë sugjerimet e saj, kështu që tani është momenti për të vendosur se 2 do të vijojnë garën dhe më pas 3 të tjerë. Me këta 8 të tjerë do të përshëndetemi në këtë gjysmë finale. Nëse vini re, dal nga dal, emocionet më kapin edhe mua. Nuk është e lehtë, miq. Klorinda, Michael, Trinda. Në anën tjetër kemi Franceskën, Alessian edhe Future Steps. Me ju e kemi nisur këtë gjysmë finale. Nga juria do dua tani emrin e parë që kalon këtë fazë dhe do dua nga Elsa. Përpara se t'jap emrin tim, doja të përgëzoja të 5 pjesëmarrësit për pjesëmarrjen e tyre dhe për gjithçka na sollën këtu në Albania's Got Talent. Të mos demoralizohen nëse nuk e kalojnë këtë fazë, sepse jeta është e gjatë dhe mbi të gjitha jeta është gjithmonë një konkurs. Edhe ky gjithashtu është një konkurs dhe dikush duhet fitoj dhe dikush duhet të humb. Prandaj, mos u mërzisni. Sonte, unë do të anonçoj emrin e njërit prej jush, dhe ai është Michael. Michael Urime. Me performancën e tij në bateri, Michael kalon këtë fazë. Urime për një hap të rëndësishëm që bën në këtë konkurs. Nga 4 konkurrentë mbetur, miq, do të mësojmë emrin e njërit prej tyre, apo njërës, që do të kaloj bashkë me Michaelin dhe do të vijojë të jetë në garë për mbrëmjen e sotme për këtë gjysmë finale. Çojmë emrin që artikulohet nga Goni. Po, realisht nuk do përsëris fjalët e Elsës, por ditë them që Albania's Got Talent është një pedan, është një dritare për çdo i cili me talentin e vet vjen, del në këtë skenë, përfaqësohet në mënyrën e vet dinjitoze, gjithmonë duke kuptuar. Albania's Got Talent nuk është kufiri i fundit i garës për talente, sepse këtu t'i jep një mundësi, t'i shfaqesh dhe nis rrugtimin të ndëgjatë, duke patur si objektiv dhe synim për të bërë këngëtar, këngëtare, balerina, çfarë lloj disipline dashuron. Pra, thënë më saktë, është një moment që ti shfaq dashurinë tënde. Dhe ecuria pastaj varet gjithmonë nga pasioni, nga dëshira, nga puna e madhe e tjera. Në këtë mbrëmje, duke i falënderuar të 5 konkurrentët, juria shkon me mendimin se ata që do të kalojnë në brezin tjetër të garës, sepse gara nuk mbyllet këtu, duke dalë 2. Unë do ta lexoj shqip: Future Steps, Future Steps. Urime vajza, urime të gjithave. Ka disa lot gëzimi. Urime shumë. Tani një duar tërkitje të madhe, dua për Franceskën dhe Alessian. Vajza, urime, keni për një performancë shumë të bukur. Faleminderit Trinda, faleminderit Klorinda, grazie mille. Michael dhe Future Steps janë ata që vijojnë garën për mbrëmjen e sotme. Rikujtojmë edhe një herë, do të ndeshen me një dyshe që do dalë nga grupi tjetër i 5 performancave që do ndjekim vetëm pas pak
ka lot, ka gzim, gzoni, lironi, kjo është gara. Tani një duar dërgitje shumë të madhe për ata që nuk e kalojnë dot për momentin garën, po që me siguri do i ndjekim, do i duartrokasim dhe do i shijojmë në çdo performancë të tyre. Auguri. Miq, ne do shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet me një falënderim shumë special për ujin qafshtama që mbështet këtë edicion të dytë të Albania's Got Talent. Është mirë të hidratohemi, është mirë të konsumojmë ujin më të mirë në treg. Gara vijon. Emocionet vijojnë, juria s'ka mbaruar akoma me detyrën e saj të vështirë. Ne rikthehemi në gjysmëfinalen e parë të Albania's Got Talent. Urime. Ebi dhe Paola, emocione? Ja. Më pëlqen shumë çfarë vëre unë tek ju. Një palëvizshmëri qoftë edhe në mimik. Se di është pjesë e përqendrimit që ndodh me ju vajzat e ajrit po edhe tokës, me shenjat e ujit dhe të ajrit. Mendoj që është edhe prej profesionalizmit. Okej. Nuk e kemi, domethënë, emocionet që jemi mësuar me skenën që të vogla. Tani në ajër, në tokë, çfarë shenje jeni? Shenja horoskopit? Unë jam precjapje. Toke, besoj. Demi toke, të dy. Të dy toke, po na gjeni në ajër. Gjeni në ajër. Ka mua një posto. Edhe nga unë. Ju e dini që nuk keni marrë vetëm 4 po, apo jo? Po, dhe një nga ti. 5. Si do ma shpërbleni tani, do bëni diçka akoma më të bukur, po nuk jap më, se unë një kishe e zaurova. Tani ne nuk më themi më të bukurën, por atë e vendosni ju. Okej, po nivel vështirësie në rritje ka. Sigurisht, sigurisht. Okej, tani nëse dikush prej jush, me qenë se jeni duo, bën një gabim, çfarë ndodh me tjetrën? E pengon, mund të rregulloni? Do të ketë një sinkronizimi është për Po, do të thënë që nëse njëra e prish muhabetin i bie çfarë na jep pak vështirësi edhe numri nuk del domethënë aq perfekte sa. Suksese na nderoni.
vajza. Bravo. Jeni fantastike. Nuk mësohem. Nuk... Faleminderit. Bravo. Nuk do mësohem kur me këto rreziqe që ndërmerrni ju atje. Ne në Kosovë themi më kapi zemra. U bëra me zemër. Po mbi gjitha m'la shumë përshtypje që pavarësisht rreziqeve që po ndërmerrnit atje lart, ju gjithkohën ishin shumë të koordinuara dhe kjo ma merr mendja që do shumë punë. Ju lum. Bravo. Faleminderit. Bravo. Jeni, do me thënë, specialistet e atakut kardiak. Ja u thash edhe radhën e kaluar që erdhët me ato fashët e zeza që zbristit nga lartë një numër fantastik. Por edhe ky numër që na paraqitet sonte ishte, besoj, për mua një vështirësi të pabërshme. Por besoj një vështirësi shumë të lartë. Për mua në kuptimin për mua si Elsa, nuk do ta bëja dot kurrë. Të koordinuara shumë bukur, ashtu si që tha edhe Adelina, si dy flutra që fluturonit në drejtim ton, disa herë na u duk sikur të na vinit mbi tavolina do na kërcenit për finalen, mund ta menduar këtë si spektakolare. Edhe faleminderit që ti me këmbën tënde të majt preke Elsën lart atje deri deshe hodhe atë gjën atje poshtë. Shumë bukur vajza vërtet, jeni të mrekullueshme, vazhdoni kështu. Shumë faleminderit. Jemi në kohra ku kometat në sistemin diellor hynë e dalin. Së fundi është një që quhet 3AI. Unë nuk do e krahasoj me flutrat, ishin 2 kometa që shkëlqyhet në mënyrë më të mirë universale. Shumë faleminderit. Prej prezantimit parë tuaj që realisht kam mbetur i befasuar, ishte një shkallë të lartë, jo thjesht të vështirësisë, por edhe të performancës, njëkohësisht kishte konfigurim, kishte ngjyra, kishte figura. Sot ju erdhët në atë që them unë, gjithmonë kur vendoset një objektiv dhe i qëllim shkallët e vështirësisë rriten dhe rriten. Unë e di mirë fare që këtu s'mund të kemi 100% sinkron, sepse një dorë mund të shkojë më shpejt ke litari apo diçka tjetër. Por ditë të them, ju jeni pjesë e cirkut kombëtar, apo jo? Po, profesioniste. Profesioniste. Ditë të them në mënyrë më profesioniste, po dhe njerëzore. Sa me fat që ju kemi. Shumë faleminderit. Bravo. Faleminderit, mirëpafsh. Bravo. Bravo, shumë bukur. Sinkron, bukur, mirë. Qa me rakur kanë? Gabuat gjë? Sa më s'kuptova gjë. Jo. Ndoshta mund ta kishim bërë më mirë, po edhe nga... Po e provon Castro Mogonin. Wow! Shpallen 2 vende vakante për antar jurie. Wow! I doli barku. Osa, tarmi e shështë. Se qa ndodhi, po një gjë ndodhi. Diçka ndodhi. Vesh pa, kam unë ma klarinet, më dje ma merë kërës plasë me klarinet. Tash pa. Ti e klarineta vetë. Juria dhe publiku ishin shumë të knashën nga të meje dhe uroqetën nga klarineti imë. Kam interpretuar edhe jashtë shtetit, por në Shqipëri ishte një gjësi shumë e bukur. Qish na bane ta i gjalte tonë, qish na bane? Pasi doli performanca ime, më shujtëm muzikant profesional nga Bullgaria, Kosova, Macedonia, Shqipëria, Turqia, Greqia e tjerë. Do doja që sot të ishte profesori im, Hisni Shenlenderezhi, që ma mësoj klarinetën, por ai është në Amerikë dhe e di se më ngjek prej në Amerikë më tjetër. Do të bëj krenar sonte.
Për mua, ai është një nga instrumentistët më virtuoz që kanë qenë të pranishëm në Albania's Got Talent. Është një djalë nga Tetova dhe unë ende ndjej në lëkurën time emocionet e klarinetës së tij. Mezi pres edhe sonte të përjetoj edhe një herë ata tinguj, si që diti sjell vetëm ai dhe klarineta e tij. Zonja dhe zotrinj, Erdonaj Sali. Super atmosferë. Të lumë të klarineta ordjal, por e dimi fare që ndronë si një instrument që ti e luan me virtuozitet, dhe në qofë se do thoshja se sa mirë që ndronë klarineta të këty, nga në tjetë do thoshja është fati i madhë për klarinetën që është në buzët e tua. Vërtet.
Erdonajti aq shumë e zotron klarinetën, sa që ajo në duar tua zvoglohet, e humbet në përgjepat e mjeshtrisë tënde. Do të kisha shumë dëshirë që një herë, mbase diku, ndoshta më vonë, të dëgjoj diçka qoftë jazz, qoftë diçka që nuk ka tinguj oriental. Diçka që ka dikur më vonë. Erdinaj, mirë mbrëma. Unë besoj se ti ke lindur me klarinetën dhe për klarinetën. Do më thënë lindi me një klarinet? Me klarinetën dhe për klarinetën. Shumë faleminderit. Ti je kaq fenomenal me këtë instrument, ke një teknik të frikshme, do të thoja, nga ma gjep se për të treguar teknikën tënde të frikshme, e mbylle me një not aq të lartë që sepse është një instrument frymor dhe shumë e vështirë ta nxjerrësh atë not aq të lartë. Nuk di, ti je gati për skena të mëdha, je gati për të bërë muzikë, je një super talent. Bravo. Faleminderit shumë. Por, nga ana tjetër, ti në të njëjtën kohë mua më shkakton, më bën një dëm shumë të madh. Por desa tha, je i frikshëm, i tha, natyrisht frika të shkatron. Mënyra se si luajti, atmosfera që dha, përhumbja ime ishte gati që unë të porosisja alkool dhe të dendesha dhe të endesha në nave. Por, kujdes, pini me karaj. Ti, si shta kanë thënë dhe herën e parë, do të arrithem, ti je i magjepshëm, i magjishëm. Faleminderit shumë. Ti të magjeps me atë instrument, të dy ju jeni një shkrirje perfekte, jashtëzakonshëm, shumë mirë. Bravo. Shumë faleminderit. Bravo. Një djalë prishtinali erdhi në Albania's Got Talent dhe i rrëmbeu zemrën të gjithëve, po mbi të gjitha Adelinës tonë, teksa performoi këngën This is a Man's World. Shkaktoi edhe pak debat nëse është botë burrash apo grash, po t'ju them diçka miq, është një botë talentesh dhe këtë po shijojmë pa diskutim në këtë gjysmëfinale të parë. Dhe me performancën e tij të parë në këtë gjysmëfinale, teksa emocionet e tij shtohen, po mbi të gjitha emocionet që do të marrim me një tjetër interpretim do të jenë po aq të mëdha sa faza e audicioneve që ai zhvilloi. Po në këtë skenë ndjekim fillimisht klipin e Elti Popovës dhe më pas shijojmë performancën e tij në gjysmëfinale. This is a man's world. Dhe ja, ku jam prap këtu në gjysmëfinalen e Albania's Got Talent. Menzi po pres me të pa prap. Këtu, kështu që prej me e një po. Adelina Ismaili menzi s'po më preste të vi sërish. Por unë sot jam për të gjithë jurin, për të gjithë publikun dhe për të gjithë Prishtinën time. Sinqerisht, ndihem shumë i lumtur për shkak se Prishtina më përshafoi me disa emocione shumë të nxehta dhe më japi një vullnet që të vazhdoj edhe më tepër. Po ashtu, edhe shumë profesionistë të kësaj fushë më kanë thënë që do shkëlqesh atje dhe bëje më të mirën. Unë do të them që ta quash si një ditë ngjarje të shënuar jetën tënde. Që tha edhe Goni, faza e audicioneve do të jetë një ditë e shënuar për jetën time. Sonte nga kjo gjysmëfinale do të kualifikohen vetëm 2 për në finalen e madhe. Po shpresoj që do të jem në atë dyshe. Bravo! Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for yeah. Whoa, dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun. You know what I mean. Hey, sleep in peace when the day is gone, and this old world is the new world, and a bold world for me, for me. Freedom is mine. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Bravo! Bravo! Shumë faleminderit. Bravo! Unë e sonte po krenona që jam e të njëjti qytet si ti. Bravo! Faleminderit shumë. Bravo! Nuk e dia ta kom thonë, e ki një dhurat që ta ka dhonë Perëndia me knu edhe poshtë, edhe shumë lartë, edhe çka do që të ndodhë, ti e ki të sigurum një vend në qiellin e madh të yjeve. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma Elti. Mirëmbrëma Elsa. Shkëlqeve sonte. Shumë faleminderit. Unë nuk dua të zgjatem në komplimenta të tepërta sepse ti e tregove veten, shkëlqeve vet. Por do të sugjeroja që me njëherë kur të dalësh nga kjo sallë, të shkosh dhe të fillosh realizimin në një albumi tëndin muzikor. Është nata i do fleta. Po besoj që do ndodhë. Filloje, se je gati, ke personalitet, ke një timbër original, ke teknik, ke karizma, të emocionon, je i bukur, të lutem na bëj një album. Faleminderit shumë, do mundohem. O Elti, qarë do të them unë ty? Ti e një rëmbyes skene, ti e një hajdut skenik. Ja çfarë jeti. Faleminderit. Shumë bukur. Shumë faleminderit. Hajdut skene aty. Hajdut. Prej prezantimit të parë, se unë në vërtetën që kam është që ti e përjeton dhe interpreton këngën në mënyrë të shkëlqyer, por unë do të thoshja marrëdhënie me publikun, do të jesh më i lidhur me publikun. Ti këngën e këndon, krijon botën tënde, po mirë është që se e përcjell emocionin, por kur komunikon me publikun, sepse Michael Bublé, kështu e kam apo e kam gabim. Mirë e ke. Ai stil, biles më duket sikur ishte një ton më lart se sa ai. Më duket. Bravo. 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 Në fund të ditës, it's a new day, është një ditë e bukur, it's a good life, çfarë është? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Nëse që ishte një good gjysmëfinale. Një gjysmëfinale e mirë. Po, shpresoj që po. Kam më shumë emocione thua në shoqëria hoda. Urime shumë. Shumë faleminderit. Do mbetet shohim, po gjithsesi çdo performancë e mirë, çdo paraqitje e mirë, çdo emocion që dhurohet është një fitore në vete. Po, përpos rezultatit, Po, gjithsesi faleminderit shumë. Mirëmbrëma, unë jam Gaja Viviani dhe sonte përfaqësoj grupin tim International Dance Academy Albania. Në fazën e parë, me grupin tim, kërcejmë një valle popullore, sot të kërcej një balet klasik. Më mungojnë vajzat e grupit sonte, po do mundohem ti përfaqësoj ndenjësisht.
kam pak emocione. Sa herë që në fazën e parë, në prezantimin e talenteve, sa herë shikoja grupe me kostume popullore, të folklorit, nuk mbushesha thjesht me kënaqësi apo nga zëllim sepse shikoja këto lloj veshjesh, po kur shikoja që ishin vajza dhe djemë të rinj, të cilët mishërojnë më së miri traditën dhe elementet që duhet trashëguar besparëzvezi, atëre them po, muzika jon, kombi ynë nuk vdesin kur, sepse është e likshme kjo dashurie të trashëgohet besparëzvezi. Dhe më së miri e pash tek International Dance Academy Albania. Ata erdhen performuan në mënyrën e tyre me valle plot ngjyra, kostume, por natyrshëm si tek ai filmi që ata janë edhe të kësaj, në këtë mbrëmje ata do të prezantohen me një kërcim klasik. Edhe shpresoj që të jenë lartësinë e asaj që prezantuan në parë. Le ta shijojmë. Bravo, reveranca, bravo. International Dance Academy Albania dhe përfaqësohet nga? Gaja Viviani. Gaja? Viviani. Bravo. Edhe e vendosur një sfond të bukur që më duk për një moment sikur përjetonte madhështinë e teatrit Balshoi të Moskës, se kuptohet se çfarë janë rusët, sidomos në këtë disiplinë. Unë nuk e di, ju jeni profesioniste apo jeni amatore? Më pëlqen të bëm profesioniste në një të ardhme. A e ke pasion? Po. Ashtu me atë kërcimin plot elegancë që duke që është pjesë e një pune të vazhdueshme, e një disipline, unë do ta përdorja sikur një flutur erdhi rrotullua këtu në skenën tonë Albania's Got Talent dhe na përshëndeti. Faleminderit shumë. Isha shumë kurioze të dija se nga cili balet ishte shkëputur kjo pjesë që solle sonte? Nga Kujdesi Kot. Ishte një pjesë shumë e bukur, nga solle atmosferën e teatrit, operës dhe baletit, nga solle mbrapa në kohë, na solle muzikën e 1800-s, na solle muzikën simfonike, muzikën klasike, na solle puantet, na solle veshje tipike të baletit klasik dhe elegancën tënde. Faleminderit. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Kisha kohë pa e shijuar baletin klasik dhe hyre si një mjellm e bukur, fare e bukur, e lehtë si pupël. Dhe na zbukurove natën gjithëve besoj. Ishte shumë bukur, ishte shumë e magjishme, ishte fantastike. Faleminderit shumë. Nuk kam çfarë të them, ishte një flutur, ishte një mjell, shkëlqeve, shumë bukur, kaq. Faleminderit.
me një sytë një, me një klap të mplë, zhyte s'ka, që quen këto? Hajde, qëndrojmë këshu. Ishe shumë bukur. Faleminderit. Performansë jashtëzakonshme. Shumë faleminderit. Mërime. Suksese. Faleminderit shumë. Ikë se vdiqja. Mos u friksoni, nuk do këndoj. Sepse skena i përket tani më një tjetër konkurente e cila në fakt ka përmbyllur natën e parë të fazës audicioneve. Ju e dini, mbajt mend i pari i fundit, zakonisht ka një gojdhënë të tillë, por nuk është rasti. Ajo mori komplimenta pafund për performancën me të cilën u prezantuan këto audicione të këtij edicioni të dytë. Komentet mira, po gjithsesi frika, sidomos kur merr pjesë në një garë të fortë, sidomos në fushën e saj, pa diskutim që është e madhe. Bashkë do të shohim përpara se ta ndjekim të performojë në skenën e Albania's Got Talent, si ka përjetuar ajo përmes këtij klipi audicionet e para. Shohim bashkë dhe në skenë rikthehemi me Eliza Thartorin. Some people live for the fortune. Mirëmbrëma nga unë Eliza me Z. Albania's Got Talent më dha një emocion shumë bukur dhe një eksperiencë shumë bukur me skenën dhe me gjithë publikun. Më shkurt nuk ka elekuencë ndjesore. Kritikja ime më e madhe është motra e cila këndon gjithashtu. Ajo mbeti shumë e kënaqur me interpretimin tim dhe emocioni që përcolla. Në fazën e parë erdha me Alicia Keys, por këtë natë jam me një nga paradat më bukura shqiptare, me fatin Shpresë Marrëzi. Në Albania's Got Talent kam marrë me synime të qarta, of course që dua të shkoj në finale. Padyshim që këtu ka artistë shumë të mirë dhe talentuar, por unë kam besim në veten time dhe në talentin tim. Ti
Bravo Eliza. Faleminderit. Sapo na katapultove në vitin 1997 në festivalin e radio-televizionit, ku atë vit fitoja dhe mikesha ime Aurela Gace fiton të çmimin e dytë me këtë këngë madhështore të mjeshtrit Ferdinand Deda. Të kënduar në mënyrë madhështore nga Aurela Gace. Është një këngë shumë e vështirë, shumë emocionale, dhe unë besoj se ti sonte na solle arritet na e sillje këtë emocion dhe arritet i kaloje vështirësitë teknike që paraqet një material kaq i vështirë si ky. Bravo. Shumë faleminderit. Për të vazhduar te koha dhe mua ma dhe plotësisht atë ndjesin, aq më tepër dhe tematika e këngës, aq më tepër e ardhur në ato kohë. Më pëlqen shumë edhe fakti që përveç se Goni ka 2 sezone rresht që flete dhe bën propagandën e duhur që ne të flasim shqip, megjithatë se kjo ka një debat madh. Më dhe gjithë ndjesin me të mirat, me të këqijat, me adoleshencën time në fillim, dhe më bëhet shumë qefi që ende brezi jot në një mënyrë ose një tjetër kujton këto këngët, por me një këngë ne jemi të lidhur shumë edhe me kohët e vështira që kemi kaluar. Është një brez i madh që është rritur me këto këngë dhe mbart kujtime dhe ka ndërtuar jetë mbi këto këngë. Të gjithën këto ti madhe sonte. Shumë faleminderit. Përveç teknikës perfekte që e dëgjuam sonte këto, përveç dhuratës që të ka dhënë Zoti që është ngjyra e zërit shumë karakteristike, unë e çmova shumë që ke një stil tëndin unik në paraqitje, në këndim dhe në paraqitje skenike, komunikove me publikun gjatë gjithë kohës, po interpretoj edhe tekstin e këngës, gjë që unë personalisht e çmoj shumë jashtëzakonisht shumë, sepse kemi një fat kur gjeneratat e reja e neglizhojnë nga pak tekstin. Mirë, po kjo nuk ishte në rastin tënd. Gjithçka që mund them është se je një angjull i bardhë sonte. Të lumë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe shumë bukur. Muzika është një disiplinë që adhurohet nga shumë, por pak din ta mbajnë dhe ta udhëheqin veten dhe profesionin e tyre. Kthe në motiv të jetës tënde dhe të uroj shumë sukses. Faleminderit. Kjo duartërgjitje e ngrohtë shkon për 5 performansat e grupit të dytë që sapo pam. Bravo. Janë performansat që përmbyllën këtë garë të sotme, përmbyllen performansat, por jo mbrëmje, sepse jemi në një moment vendimtar, një moment vështirë. Do të mësojmë vetëm pas pak përmes antarëve tanë të jurisë dhe përmes mbledhjes së tyre që e kërkon edhe formula, emrat e 2 konkurrentëve apo konkurrenteve që kalojnë këtë fazë, këtë grup të dytë, për të dalë në një finale me 4 emra, 2 prej të cilëve do të jenë finalistët zyrtar të gjysmë finales së parë të Albanias Got Talent. Kështu që bashkë me jurin bëjmë atë procedurën tonë të vështirë, po ndonjëherë edhe fizikisht e kësa lëvizim nga vendi sikur na ndihmon ti mposhtim pak emocionet. Goni, Eja. Do dua t'ju shoqëroj dhe unë, sepse nuk lihen vetëm në këtë moment kaq vështirë. Rikthehemi vetëm pas pak. Do kemi punë për të bërë. E di që prania ime këtu nuk është gjithmonë e zakonshme, po unë jam vetëm për të menaxhuar kohën, se di që gjysmë finalja e do ritmin, kështu që faktikisht kjo pesë është pak më e vështirë shumë e vështirë në zgjedhje, sepse kishim gjërat unë mendoj se kjo performancë ishte jo shumë bindse. Jo, edhe unë mendoj njëjtë. Ky djali ishte fantastik. I mirë shumë. Ishte shumë i mirë. Shumë mirë, të them të drejtën. Por edhe ky jashtëzakonshëm. Po flasim për fantastiku shkencor. Këto ishin këndshëm, do të thoja.
Po këto ishin shumë më mendoj se mirë. ishin, po, edhe unë mendoj. Rritja e këtyre ishte... Rritja ishte Një performancë fantastike. shumë e bukur. Këta ishin në një prezantim ndryshe që kishin dalë tek në një, por që gjithsesi le të pranojmë që është një ecuri e mirë pozitive. Unë mendoj që kjo performancë duhet kaloj absolutisht. Edhe unë mendoj njëjtë, kështu që unë po ja fuz dorën. E kemi një emër, domethënë. Një emër e kemi. Po. Ik me lërë ta varë unë të. Goni po e pleqëron mirë. Sepse jam shumë midis Këto shkëlqyen, të dy radhët sollën dy numra fantastik. Shkëlqyen. Ky shkëlqeu. Shkëlqeu gjithashtu, është shumë e vërtetë dhe jam kështu në një krizë. Sa po marrë vesh unë jemi mes këtyre dy performancave. Kvalitet jashtëzakonshëm dhe nga prezantimi i parë, në fazën e parë dhe kështu kishin Ishte shumë rritje. Emocion patjetër publicitar. Le ta vendosim në pas të rritjes, të performancës së parë dhe të dytë. Për shembull. Unë kam shumë Këto janë në këtë rast jemi tek kjo. Janë rritur më shumë, po. Edhe unë mendoj që janë rritur më shumë këtu. Pra, që dhanë diçka më shumë se para. Nëse, po nisem gjithmonë që në një cilësi dhe nivel të këtij realisht nuk e kemi, po gjithsesi duhet të gjithë absolutisht që unë kam bërë një vlerësim të jashtëzakonshëm për këtë performancë. Po, këtë performancë, kështu që. Si mendoni? Kush do ta vë dorën i pari? Unë. Edhe unë. Pastro, ta vendos një mbi të gjithë unë, na vendos ti i treti. Aq se u lodhëm. U lodhën dhe ata që po na presin në skenë me aq shumë emocion, i kemi pra dy emra. Ani e tham atë që të mirë, po s'kemi çfarë bëjmë. Diskutim. Po. Rëndësika që pak ndolëm në vendimarrje edhe unanimisht apo jo? Unanimisht. Absolutisht. Gjitha janë unanime. Do ndjekim tani një klip me performancat e këtij grupi, kësaj pesheje për rifreskuar memorien. Shkojmë tani në skenë se ja u komunikojmë patjetër. Bravo ndërkohë. Shumë e vështirë Isli. E di po, na ka gjetur. Rikthehemi në këtë fazë të rëndësishme të kësaj gjysmë finale të parë. Ndodhem në skenën e Albania's Got Talent me peshqen e dytë në konkurim për mbrëmjen e sotme. Juria u mblodh, juria diskutoi mes vështirësisht të mëdha, pa diskutim që jemi detyruar të dalim apo jo, miq të jurisë, të dalim në dy emra të cilët vjojnë garën për të bashkuar me dyshen e parë të përzgjedhur në fillim të mbrëmjes. Për të mësuar në fund të kësaj gjysmë finaleje, cilët do të jenë dy finalistët e parë të shpallur në Albania's Got Talent. Juria është përballë, unë e dalloj që këtu paçka se ka një lloj largësie mes nesh, dalloj tensionin sikletin, atë ngurrimin, por që disa gjëra kemi marrë përsipër dhe do i çojmë deri në fund. Castro dhe Adelina, dy emrat që do të vijojnë garën, do i shpallni ju. Nisim me Adelinën.
Unë jam e sigur që gjithë ju tashmë jeni yje. Këtë e vërtetojnë duar trokitjet tona që na u qanë dur. Duar trokitjet e publikut. Fakti që keni arritur deri këtu, jeni ndjekur me miliona herë, jeni shikuar me miliona herë. Dhe të gjithëve nga ju uroj një karrierë të suksesshme siç e dëshironi. Ju them se puna jonë është shumë e vështirë dhe e sikletshme është e kohët, prandaj do të kaloj direkt te emrat. Finalistët për këtë fazë janë Paula dhe Ebi. Paula dhe Ebi vjojnë garën. Vjojnë garën, i afrojnë një hap më shumë finales, sepse gara vjon. Kemi tashmë 3 emra zyrtar të kësaj mbrëmjeje në garën për vetëm 2 finalist apo finaliste. Kemi edhe një emër tjetër që del nga kjo gjysmë finale, Castro, vendimi edhe shpallja të takon ty. Armstrong, në momenti që shkeli hënë dhe vuri hapin e tij të parë, tha, ky është një hap i vogël për njeriun, por një hap gjigant për njerëzimin. Nëse do të bënim krahasimin e talentit dhe talentin do ta quanim njerëzim, unë mendoj që ky hap i vogël që keni bërë në këtë skenë është një hap gjigant për atë që ju brenda mbartni, që është një talent i jashtëzakonshëm për të 5 ju, 6 në fakt. Megjithatë ne jemi të detyruar dhe mes meje dhe teje mund të them që ka qenë ndër vendimet më të vështira që ne të 4 kemi marrë. E besojmë. Me thënë drejtën. E them me sinqeritet e besojmë. Ndoshta në 2 sezone, megjithatë është vetëm një tjetër që do të kaloj fazën. Dhe është? Erdonajt. Erdonaj urime, me një duartëkitje shumë të madhe për miqtan konkurrent që e mbyllin këtu rrugtimin, që shpresoj dhe besoj, e them me sinqeritet, ka qenë një rrugtim i bukur. Ne do të takojmë vetëm pas pak miq, ku do të mësojmë mes 4 emrave të përzgjedhur nga juria jonë e nderuar në këtë gjysmë finale të parë, cilët do të jenë zyrtarisht 2 finalistët e edicionit të dytë të Albania's Got Talent, e mësojmë vetëm pas pak. Në këto momente, me këtë duartërpitje, dua të falenderoj FIP Bank, faleminderit për mbështetjen, faleminderit që mbështet bizneset, njerëzit, komunitetin dhe mbi gjitha të gjitha ata të rinj e të reja të talentuar. Faleminderit për mbështetjen, shkëputemi vetëm për pak publicitet dhe rikthehemi për të mësuar cilët do të jenë emrat e 2 finalistëve të parë të Albania's Got Talent. Vetëm pas pak, qëndroni me ne. Jemi rikthyer në skenën e Albania's Got Talent me 4 të përzgjedhurit e kësaj gjysmë finale të parë nga juria jon, nga Groni, nga Adelina, nga Elsa dhe nga Castro.
Ky normalisht miq është një ndër momentet më pak të preferuar, të paktën për mua si drejtues i këtij formati, po pa diskutim një nga momentet më të rëndësishme të formulës, sepse mes 4 të përzgjedhurve të kësaj mbrëmjeje të parë gjysmëfinale do të mësojmë emrat e 2 finalistëve që zyrtarisht i bashkohen 4 Golden Buzzerave që kemi ndjekur gjatë fazës audicioneve, Golden Buzzer që i ka zgjedhur po juria jonë e nderuar, që sot ka nisur, le themi, një ndër rrugtimet më të vështira të kësaj aventure televizive dhe artistike për zgjedhjen e finalistëve në gjysmëfinalet. Gjysmëfinalet ne i kemi konsideruar gjithmonë si një show i vërtet, dhe të tilla kanë qenë, po si në çdo garë ka fitues që vijojnë garën edhe vazhdojnë më tej konkurimin, ka edhe nga ata konkurrentë që e ndalojnë. Po fitues, e kemi thënë shpeshherë dhe mbase bëjmë ndonjëherë të bezdisur, po është klishe, po e vërtet, nuk ka humbës, ka vetëm fitues, për shkak se eksperjenca vlen, për shkak se Albania's Got Talent është një patent ndërkombëtare që i bashkohet si motrave në gjithë botën, një patent e dashur dhe faleminderit që e keni bërë të dashur edhe në Shqipëri. Kaq nga unë në këto momente. Future Steps, Michael në anën time të majt, Paula dhe Ebi, Erdenaj në anën time djathtë. Ja ku i keni juri nderuar 4 finalistët e kësaj gare. Përzgjedhja ju takon juve. Është një moment shumë i vështirë, siç mund ta imagjinoni. U menduam shumë, diskutuam shumë, pasi për ne që të 4 ju jeni yje. Por si që thash dhe më parë, rrugtimi i askujt prej jush nuk mbaron këtu. Sonte kalon në finale Erdenaj. Erdenaj! Urime! Erdenaj është finalisti i parë i kësaj gjysmëfinaleje. Urime! Urime shumë. Kemi një instrumentist, një klarinetist gati për finalen. Urime. Iku një siklet. Emocionet vijojnë teksa do na duhet dhe një emër, sepse do të përzgjedhim 2 finalist nga kjo gjysmëfinale e parë. Kështu që kemi dhe një emër që shkon dhe i bashkohet finales për çmimin e madh 20.000 euro. E kot ta përsëris që ju tashmë e dini se të gjithë jeni yje. Në qiellin e bukur të Albania's Got Talent. Secili e ka ndriqimin e vet, pavarësisht mendimit ton, dhe secili ka krijuar tashmë bazën e fansave të vet. Për mendimin ton, në finale kalon Future Steps! Gëzim për vajzat dhe grupin Future Steps. Michael, urime. Goca, urime për performansën dhe për gjithë emocionin. Miq, kemi mësuar 2 finalistët e kësaj gjysmëfinalet parë, Future Steps dhe Erdenaj që i bashkojnë finales së madhe. Unë e kisha harruar se sa shumë emocione, mix ndjenjash bajnë gjysmëfinalet, emocion skenik, emocion artistik, po edhe emocionet e një gare që në fund të ditës do të shpallin edhe ata që vijojnë konkursin më tej. Faleminderit juris tonë e para që ka bërë një punë të shkëlqyer dhe një punë të vështirë. Do artorkitje dhe mirënjohje për ju. Faleminderit Castro, faleminderit Goni, faleminderit Adelina, faleminderit Elsa. Miq të dashur, faleminderit gjithë ju që na ndoqët në këtë gjysmëfinale të parë në ekranin e Vision Plus dhe në live streaming në YouTube. Faleminderit për komentet, për mbështetjen edhe për shikimet tuaja. Gara është ende i gjatë, gjysmëfinalet sapo ka nisur, shihemi të hënën e ardhshme me tjera performanca nga skena e talenteve, nga Albania's Got Talent, nga Unis Islami. Pafshi ëndra të bukura, natën e mirë.